nisjet e reja ose të futurit në një rutinë më të mirë në të përditshmen e lëvizjeve të reja apo të zhvillimit profesional duket sikur i jep tetori. Pra me çështjet e punës, tetori do të japë një rutinë shumë më të mirë apo një vazhdimsi shumë më të qëndrueshme nga çfarë kishte fillimi i vjeshtës. Është një muaj që favorizon shumë strategjit në përgjithësi, por edhe tonacionet e ulta, pra punët e mëdhaja, po pa shumë zhurmë, duke qenë që do shoqërohet edhe me hyrjen e mërkurit eksaktësisht në ditën e parë të javës që vjen, po tek akrepat së bashku me Marsin, që bën të mundur që strategjit dhe hapat në të cilën apo lëvizjet në të cilën do të bëjmë për të zhvilluar pjesën e punës, por edhe të bashkëpunimeve, kooperimeve, do të kenë mundësinë që të shkojnë në drejtimin më të mirë të mundshëm. Tani është një këto të dyja bashkë lidhen edhe me diçka tjetër në fakt, sepse si këshill po e them, nëse për gjërat që kemi të rëndësishme s'na i mban goja jon, nuk mund na i mbaj botës. Kështu që do të duhet çfarë kemi të rëndësishëm t'i mbajmë me vete, dhe t'i mbajmë për vete, sepse ka shumë gjasa që të dalin në pazar, dhe po dolën në pazar sjellin shumë zhurmë dhe prishin punë. Kështu që kjo është vetmja këshill për sa i përket ecurisë praktike dhe profesionale, ndërsa për sa i përket ekonomisë, me jo shumë projektim të qartë deri nga mesi muajit, pothuajse nga mesi, deri nga data 13, duke qenë që është pak llogari dhe laps ky Venus tek Virgjëresha që do të qëndrojë aty deri në datën 13, por në datën 14 të muajit, duket sikur ekuilibrat janë më ekonomik, janë më lehtësisht për t'u arritur. Gjithashtu ky Venus tek Peshorja nga data 13 në të gdhirë të 14-s dhe në vazhdimsi pje mundësinë për ekuilibra në raportet njerëzor në përgjithësi, gjë që dhe kjo s'ka qenë në pikën më të mirë të mundshme, jo vetëm gjatë shtatorit në fakt, por të nisur që nga fillimi i korrikut, duke qenë që pothuajse të gjithë kemi pasur një lloj mos tolerance ndaj ngacmimeve, qoftë miqësore, qoftë të çfarëdo lloj bisede që vinte nga jashtë na shqetësonte, dhe reagimet kanë qenë nervoze. Kështu që ky Venus jep mundësinë shumë të mirë për të pasur ekuilibra në raportet, në komunikim, por edhe në xhepin e gjithë secilit, për ata që kanë një lloj menaxhimi të mirë të xhepit, pra, por jo për ata që e shpërdorojnë.